Kalimi i gjestit nga Big Brother VIP Kosova tek Big Brother VIP Albania ka ngjallur shumë polemika në mbar opinionin publik dhe jo vetëm. Ai fitoi menjëherë zemrën e një publiku të gjerë pas largimit të tij pa të drejtë nga Big Brother VIP Kosova, edhe pse kjo nuk pranohet nga autoria e këtij formati Olsa Muhameti, e ftuar në një intervistë në një natë me Aulonën. Olsa përveç se ka ulur figurën e gjestit gjatë gjithë kohës, ka dashur edhe të mbuloj faktin se janë bërë pishman që e nxorën gjestin, pasi nuk e dinin që do e merrte Bigu i Shqipërisë. Por ajo që i ka shqetësuar më tepër fansat është deklarata e Olsës, e cila shpreh se gjesti nuk ka për ta fituar Big Brother VIP Albania, ndërkohë që në publik ne shikojmë një gjest i cili është pretendent për fitoren. Sipas Olsës, gjesti nuk ka vota, dhe se fansat e tij janë të gjithë adoleshentë e pa peshë për produksionin. Po ju, si mendoni, e meriton gjesti fitoren apo jo?